Normalisht nështë nuk është momenti më i mirë sepse në një harë kohor të një javët ardhëm dy hupje, si eliminimi me Dinamon edhe hupja me Elbasanin. Edhe mund ndikojnë tek pjesa psikologjike, por gjithsesi jena mundu me i lanë pas këtë hupje dhe më fokusu të neshit e rast, sepse e dim që asnjë gjë s'ka marrë, jena lojë fuqishëm edhe duhet që me do mos të marrim 3 pikë ditën e nesërme që të rikthejmë moralin dhe të themi entuziazmin tek ekipi. Që nga fillimi i kampionatit deri tani kemi luajtur vetëm, do të vazhdojmë të lozim vetëm. Nëse do martojmë titullin kampion, do ta marrim titullin kampion. Pa i thënë falenderës asnjë ekipi sepse ne jemi vetëm fushën e lojës dhe për gjatë gjithë sezonit mendoj se kemi merituar që të jemi në krye tabelës sepse kemi qenë shumicën e kohës në krye tabelës. Ndoshta herë pas here për gabimet tona apo për mungesë për qëndrimit e kemi humbur vendin e parë, por gjithsesi jemi në lojë për vendin e parë. S'na intereson ekipet tjera, s'na interesojnë nëse ekipet tjera bëjnë llogari. Ne jemi në lojë për 9 pikë dhe nëse i marrim të 9 pikë, jam i sigurt që do të jena në vendin e parë dhe shkojmë në Final Four me një motivim të krejt tjetër dhe me një moral të krejt tjetër. Besoj se gjithë secili nga çunat duhet bëjnë të japin maksimumin që të neshje të gëzojmë pikë sportit vetin tonë, familjet tona dhe këto tifozat mrekullueshëm që meritojnë të gëzojnë pas shumë vitesh.